Ne biseduam dje se me gjas pritej 10 firmosej, sepse kemi datë diferencën tonë të orëve me Amerikën. Edhe sot thamë do ta kemi dokumentin e firmosur dhe do ishim më konkret për analizën tonë, por jeni shpres plot se zhvillimet mund të jenë ditore, nuk mund të shtyen më me javë për të arritur një dokument final marrëveshje. Unë beshoj që presidenti Trump fakti që ju dha këtë porosi natyre që mos u ngutni, do të thonë po e kupton që këta po lëshojnë dhe kanë arsye që po lëshojnë. Pra ndodhen në një pozicion të vështirë dhe kjo është nëm. Po, pikërisht pra lësho, prano. Po lëshove, do pranosh ndihma, do mund marrëveshje e parimi, kjo do të jetë. Kjo do të jetë. Por mos harrojmë se ishte llogaritë ndryshe, ishte llogari që do binte regjimi diktatoror, do binte kjo, do binte ajo, gjërat ndryshuan, gjithsesi nëse do marrë një rrugë zgjidhje prap mirësh do jetë edhe kjo. Sepse do krijohet një sistem i ri sigurie, domethënë do përfshijë edhe Iranin, do jetë gjë mirë ta përfshijë edhe Iranin. Pra do të nxjerrin mësime edhe nga lufta e parë botërore dhe nga lufta e dytë botërore. Se këto strategët për këtë punë janë. Pra nëse përfshihet edhe Irani, atëherë mundësia për konflikte do të jetë më vogël. Minimale. Do të jetë minimale.